koha më mirë për të bërë shopping. Rikthehemi sërish në studio, sërish në bisedë dhe Bujari po jep leksione se si të bëhet shopping mirë. Me që nuk do vetë. Jo, ka një gjë, për të bërë shopping, zakonisht në shumë vende, nuk e di domethënë në pjesën e Italisë apo të pjesën e ballkanike, po flas në vendet skandinave, janë dy periudha ku janë periudhat më të mira për të bërë shopping. Po shqiptarët pak bëjnë blerje në vendet skandinave. Jo, qartë, unë po tregoj se çfarë mund të përfitojnë. E para është periudha e gushtit, gushtatorit, sepse ndodh një ulje drastike e çmimeve, deri në 70%, 80% të çmimeve që gjithë dyqanet zbrazin, dhe është fundi janarit. O dhe vëndeve skandinave nuk më pëlqen fare. Gratë bishen si burra aty. Kanë që në Danimark 2 herë na çojnë nga një tjetër dhe na e komplikojnë shumë situatën. Çfarë i bën pushime të paharrueshme? Atëherë, unë do thoja me që paneli është shumë i ngrohtë, që unë po ja dal shumë pak të në këtë zjarr që po gjej këtu, po kuptoj që unë punoj më tepër për të patur pushime që të mos t'ja heq vetes asnjë lloj gjëje. Kjo është ajo që më bën që të krijoj këto pushimet komforte, nuk unë s'lë shopping, unë s'lë asnjë gjë, se domethënë të paktën e marrim veten me të mira, në atë kohë që neve mundemi. Dhe nuk i kursen vetes asgjë. Çfarë i bën pushimet e bukura të veçanta? Unë mendoj që të bësh një palë pushime të paharrueshme ka të bën shumë me keje. Shumë e drejtë. Qëndron. Këtu jam dakord me ty, por asnjë gjë tjetër. Për shumë gjëra jemi dakord, pavarësisht se ti kundërshton. Qëndron edhe nga shumë gjëra. Dhe çfarë ke? Zakonisht nëse udhëton me dikë për pushime, është mirë që të jenë njerëz që të kenë shije pak a shumë të njëjta, të kenë interesa të njëjta dhe të kenë perceptim të gjithë gjërave që i rrethojnë të njëjtë. Pse? Për shembull, nëse ti do shkosh në një vend të Afrikës, do të pëlqejnë, domethënë natyra afrikane, do të pëlqejnë mjedisi, do të pëlqejnë ushqimi etj. Dhe ka një të njëjtën aty futet në lojë adrenalina. Edhe kur futet në lojë adrenalina, edhe unë e kam përjetuar domethënë këtë që thua, do ikim këtu, ikim. Kthehemi këtu, kthehemi. Domethënë asnjëri, as tjetri. Të gjithë rand dakord për këtë. Pra, ju do bini me personin e duhur. Personi i duhur e ta bën pushimin më të këndshëm, mund të jetë një shok pa marrë parasysh. E rëndësishme është të jetë një njerëz që ka botën, domethënë dhe përfshihet në ato që ti ke. E ke të qartë brenda vetes. Janë të njëjtat interesa. Çfarë i bën pushimet pa harrueshme? Unë. Polisa të përgjigje gati. Do me thëmë, po jam unë, pushimet janë të parueshme. Surpriza. Jam dakord me parafolset. Jam aq shumë energjike, sa pushimet po kanë energji të bukur, janë të parueshme. Megjithatë, se ka disa momente gjatë jetës njerëzore. Pushimet që bëhen me familje, pushimet që bëhen me shoqërinë, me shok ose me shoqe etj. Kur je pa krijuar familje ose dhe kur ke krijuar familje, kur udhton me shokët ose me shoqet, unë them që ka më shumë adrenalinë. Pse? Sepse ka sjellje të gjërave që të lira, ka sjellje më të lira. E ka një situatë që do të na e sjell në bisedë Remiti. Unë po e dëgjoja dhe është e vërtetë ajo që kur ti ndan të njëjtën energji me mikun tënd, me shokun tënd. Unë isha në Francë me një mikun tim edhe jemi të dy aventurierë, do më thënë, nëse temi një tjetër të shkojmë do bëjmë këtë gjë, do shkojmë do ta bëjmë atë gjë. Po çfarë aventurash mund të bësh në Francë, për shembull? Ka shumë gjëra. Unë nuk mendoj që ka shumë rëndësi vendi, në çdo vend ti mund të bësh aventura. Nëse ti ke atë shpirtin kurioz që të gjesh vende të bukura të po çfarë aventura mund të bësh ti me llogaritje çdo gjë? Shiko, kur je 99% të gjërave në kontroll. Janë të llogaritura, po ti mund të kesh atë buxhetin shumë të madh dhe ja lejon vetes që të harxhosh çdo. Nuk është ai problemi që ti të thua do harxoj, po marr një shumë 1000 euro edhe nuk do shpenzoj më pas atij 1000 euro. Në moment që ti je duke bërë qef, nuk je. Ledja është goca ime në një universitet tjetër, është e sigurt. Do dalim jashtë, do
ta pys. Gjithë qikat e merja pak të dhënat e gjitha. Pa tjetër. Rri pak larg me jetë pak të nësipse. Jo, ti do shkoj për pushime, më rashit e mend, me atë të qosh. Unë mendoj që... Ta të gjoj dhe Dolën, çfarë bën pushimet e saj të paharrueshme, përveç se vetë Doloreza? Po, do me të zdoja ta kopjoja le, po ku shkoj unë vinte gjithë mbas meje, por për mua pushimet e paharrueshme janë, do me thënë, janë mikse, janë dhe me familjen, mund të bëhen paharrueshme pushimet edhe me shoqërinë, edhe me ato njerëz që ti ke dëshirë të kalosh disa kohë. Unë për shembull gjatë vitit bëj pushime dhe me familjen, bëj dhe me familje dhe me shoqërinë bashkë. Do me thënë se në grup më të madh. Në grup më të madh, se lë burin vetëm, se jo do me thënë mërzitet. Këtu ndryshojnë të dyja, unë e le. Jo, dëgjoj, Lidia, je e re, se nuk në këto pushim keni dot. Jo tensioni, jo janë sa çuna të tjera. Kështu që do me thënë po pate, po të rrethuar njerëzit e mirë, pushimet paharrueshme. Pra njerëzit e duhur. Shumë e vërtet. Njerëzit e duhur. Njerëzit e duhur. Vendi duhur. Edhe leku duhur. Shiko. Leku ai i pari. Vendi ndonjëherë, domethënë mund të jetë i mrekullueshëm, por nëse nuk jemi njerëzit e duhur, nuk jesh këndshëm. Po duhet dish të organizosh ato. Gjithmonë e tham, nëse varet nga ne, që të paktën, për shembull unë kam qenë në Korfuz, kam kaluar pushime të paharrueshme, në çdo ditë ishim në plazhe të ndryshme, mbazite me koktele të ndryshme, në qendra antike të tyre. Shopping ishte mrekulli. Pra, gjithçka që dëshiroje këtë vit, mendoni se do të shpenzoj më shumë për pushime? Po patjetër. Kostot më të mëdha. Që nga transporti, që aty është aja, edhe duka filluar... Pra, rritja e çmimit të karburantit do të reflektohet? Energjia, ku është rritur energjia, rritet dhe çmimet e ushqimeve, rritet, janë të lidhura, janë të gjirë. Energjia është buka e ekonomisë, dhe më thënë që çdo gjë diktohet në proporcion me rritin e çmimit të energjisë, dhe më thënë ku është nafta, gazi e tjera, dhe më thënë. Por, unë mendoj që Shqipëria, flasim për vendin tonë, ka ca vende shumë bukura, vende shumë të interesante dhe të virgjëra, që duhen shfrytzuar sa nuk janë ndërtuar dhe nuk janë rënduar, por këtu ka një problem tjetër që në disa vende le shumë për dëshiruar pastërtia. Dhe më thënë që është pak problem, dhe më thënë edhe pse ne themi shpesh, unë gjoj shumë këtu që thonë ne ham bio, faktikisht nuk ham bio. Nuk ham bio. Duhet jemi realistë, për shembull që të paktën po të referohemi të dhënave statistikore. Në fakt, ne e kemi biseduar për certifikimin bio. Jo, po 85% peshkut këtu importohet. Më thënë, që shdo, ku e ke bion aty kur importohet, që vinë, me gjitha të, është shumë interesant, bësh pushime në Shqipëri, sidomos të huaj që po vinë në Shqipëri dhe më thënë, aji impact i parë që ato ka në shumë pozitiv, ne si popull jemi shumë pozitiv, kemi një pritje shumë të mirë, por ne kemi ato defekte tona që ndoshta për një ose për shumë arsye të tjera në kanë lënë pak mbrapa, sidomos në shërbime. Nuk kemi akoma gati në përgjësimarrje e këtë qarti. Për shumë të huajt, shumica e tyre nuk lahen det. Ne shqiptarët rëndojmë tek larja në det, pa e ditur se shka brenda i det. Të huajt lahen në përpishina. Jo, të huajt lahen në përpishina. Po ne kemi detin më të bukur në botë. Ka pishina, atje merë 500 infekcione pishina. Më falë. Pa le çmimet në pishina, sa janë bërë? Nuk e di për çmimet, nëse ka po edhe higjena. Për ekonomi. Po këtë flasim pra shërbimit, në pishina e të mërshmë. Unë nuk e di se si janë, por gjithsesi unë do të them që... Ka shëtitur me ato lek. Do të them që kemi gjëra për të bërë, për të ndryshuar, sepse ne duhet të ndryshojmë, edhe nuk e di do me thënë se sa do të shkoj kosto e një palë pushime në jug. Po unë shikoj që po rritet nga dita në ditë. Me gjitha të, edhe zgjedhjet sa vinë edhe shtohen. Kështu që kemi kostot larta, po kemi zgjedhje më shumë. Kemi zgjedhjet më shumë. Po pa tjetër. Për mendoni për pushimet, mendoni së pari për Shqipërinë apo jashtë? Unë i mendoj të dyja. Të dyja, edhe Shqipërinë dhe jashtë. Të dyja, po fillimisht Shqipëria. Të dytën Shqipërinë, unë po nesër. Jo, i mendoj të gjitha, po unë gjatë gjithë vitit shëtis edhe, do me thënë, edhe jashtë, plus edhe puna më ka lidhur ndonjëherë që këtë vit ishte më e përshtatshme që të qëndronit në Shqipëri. Weekendet në Shqipëri dhe pastaj të gjatat edhe në jug të Italisë më pëlqejnë shumë, edhe në Sardenjë këtë vit. Bukur.
Mendon Shqipërinë për pushimet e gjata, apo? Po, unë nuk jas vetë se komendoj, se unë jetoj vetë jashtë, e këtë gjartë edhe duke jetuar në Norvegji dhe duke ardhur në Shqipëri. Vjen me pushime në Shqipëri, po. Unë jam me punë Shqipëri, me pushime në Norvegji, nuk e di. Dhe më thonë, unë jam edhe unë, dhe më thonë, që bëj dhe pushime spontane, që vinë shu, dhe më thonë, 2-3 ditore e tjera, po i kam dhe nëherë dhe të kombinuara me punë, kur i kënë, unë sepse ajo që më bënd të ndjehem nëherë komod, ishtë kur ti shkon për një punë në X, për shumë se shkam që në Bangkok edhe për takime biznesi, po shkon bënd dhe 2-3 ditë të kombinuara. Ato t'japin shumë adrenalin, janë shumë speciale, dhe edhe me miqë të mirë, edhe me miqë të zgjedhur që ndjen një farë kënaqësie dhe ke çfarë jep dhe merr në sensin, sepse nuk është gjithçka e ngrëna, apo e pira, apo e fjetura, radia, luksi, eksperienca për të qenë folë për këtë program. Si do ndjehet. Është jashtë me njerëzit e duhur, aty është vendi i duhur. Dhe sa kujtime lejnë ato pushime? Gjithmonë pushimet lejnë kujtime. Ato janë, unë do t'i quaja, janë si ato gurët në obor, të cilët shtrohen, dhe mbesin ngelin njolla aty në memorien njerëzore. Dhe ruajnë me ty. Ishtë të veçanta dhe të bukura ato që na sollët ju sot në program. Unë ju falenderoj shumë, uroj të keni pushime të mrekullueshme. Folëm sot për pushime, çfarë i bën ato të paharrueshme, sa do të shpenzojmë këtë vit. Unë uroj që të jenë të paharrueshme dhe të mrekullueshme për secilin prej jush dhe për ju që na shihni. Faleminderit shumë. Faleminderit. Jemi në fund. Mirupafshim.